Selam aleikum, thot jam studente edhe për namaz falna ullur në makinën time, pra a kam të drejtë? Aleikum selam, rahmetullah, lusë Allah që të pranoj namazin, të bajt të kujdesshme, të devatshme në namaz. Kjo pyetje na themi alternativa parë nuk është më fal makinë. Kjo është alternativa fundit kur nuk ke zgjidhje fare tjetër. Nuk qëlloj me bo deri në maksimum. Pra njërë më mundu më falë në objektet e shkollës, aty ku je studente, në klasë ose në i dhomë ose, nëse kjo alternativë nuk vlen, atër jashtë objekteve të shkollës, në barës së dikun tjetër ose në parking, etj. Nëse as kjo nuk ekziston, nëse je mysafir, tham, je larg prej Prizrenit, u tham Prishtinë për shembull, atëherë fal e bashkan drejke i kindi. Mundosh, nëse s'më me fal drejke në shkollë, ku të kthesh te shtëpia fal drejke dhe i kindi, si mysafire masi je. Nëse asnjëna nuk vlen, atëherë do të thonë falu alternativën e fundit, falu ulur në makinë, nëse s'ki zgjidhje tjetër. Por patjetër mundohu që koka jote ose fytyra jote kur falesh me qenë në drejtim të kibles. Allah të rujtë.